Mirësitë e leximit të surës Nuh. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: ai që lexon surën Nuh do të jetë prej besimtarëve që do t'i përfshin ndriçimi i ftesës së Nuhut, paqja e Allahut qoftë mbi të. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lexojmë: ai që beson në Allah dhe në ditën e Kiametit, si dhe lexon librin e tij, të mos anashkaloj leximin e surës Nuh. Çdo kush që e lexon atë në namazet e obligueshme apo të pëlqyeshme, të shoqëruar me durim dhe vëmendje, sigurisht që Allahu i Madhëruar do ta vendos atë në banesat e të mirëve, si dhe për hir të respektit do t'i dhuroj 3 kopshte prej kopshteve të xhennetit si bujari nga ana e tij. Është e qartë se qëllimi i leximit të kësaj sureje është frymëzimi me anë të rrugës dhe metodës që ka ndjekur ky i dërguar i Allahut, si dhe profeti i Islamit, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të frymëzohemi me qëndresën e durimit të përkrahësve të tij në rrugën e thirrjes drejt Allahut, si dhe ta përfshim veten në dritën e thirrjes së tij, të mos e lexojmë atë pa reflektuar dhe pa menduar, por të mendojmë dhe të veprojmë në bazë të saj.